më saksisht Albin Kurti temi lideri i vetëvendosjes Lumir Abdigjikut, LDK-s, kur thonte që më mirë ta bëjmë tani se sa më vonë. Po pikërisht gjatë tërë vitit kam qenë edhe një prej tyre që kam insistuar që LDK dhe zoti Abdigjiku duhet ta pranonte ato ofertë. Duhet ta pranonin. Absolutisht, pasi që nëse do të bënin marrëveshje koalicioni atëherë, edhe zgjedhja e presidentit do të ishte temat e kaluar tashmë. Kështu që ishte problemi pikërisht aty, pasi që në anën tjetër zoti Abdigjiku jo vetëm që nuk deshi koalicion me zotin Kurti, mirë po nuk deshi koalicion as me opozitën. Do thotë në një farë forme edhe rezultati i dhjetorit e pasi fajtor kyç LDK-n dhe liderin e tyre. Dhe për këtë kemi pastaj edhe atë rezultatin zgjedhor. Kështu që sikur të ishte bërë një marrëveshje koalicioni në vitin e kaluar, mendoj që do të ishte zgjidhur çdo gjë. Mirë po, se ka pasur opinione që ajo ftesë ka qenë edhe veç sa për syfaqe. Po mirë, sikur të kishte qenë sa për syfaqe, atëherë testoje. Do thotë kjo është puna, nuk është testuar asnjëherë. Ajo që e fat më herët po ashtu tha që zoti Kurti ka thënë më mirë ta bëjmë tash sa më vonë. Mirë, po më vonë zoti Kurti nuk e ofroi më opsionin e bashkëqeverisjes. Me përfundimin e procesit zgjedhor në 28 dhjetor, unë kam bërthirë që zoti Kurti t'ja bëj ofertën e njëjtë LDK-s, pasi që dijej që do të vijë koha e presidentit dhe zot kish vota të krijonte